Vazhdojmë tani me përgatitjen. Një nga recetat më të pëlqyera nga të gjithë është edhe tatlia tradicionale, pra receta më e vjetër me sherbet. Unë sot po e sjell një recetë të tillë, por do të bëjmë një ndryshim duke i dhënë një formë më të bukur. Fillimisht, në një më të madhe, do të shtojmë një vezë plot. Nëse juve ju duket pak masat që unë po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj recete, mund t'i dyfishoni ose t'i trefishoni sipas nevojave të juaja. Si për vezës, vazhdojmë që të shtojmë gjysmë gote çaji me sheqer. Gota është 100 ml dhe nëse nuk keni një gotë të tillë, motjen mund ta bëni edhe me lugë gjelle, duke shtuar 4 lugë gjelle me sheqer. Por sekreti i tatlisë gjithmonë qëndron te përzierja. Përzierja nuk duhet asnjëherë të bëhet me mikser, por duhet të bëhet kështu me një tel kuzhine. Vazhdojmë për 2-3 minuta derisa sheqeri dhe veza të bëhen shkum. Pasi sigurohemi që i kemi përzier mirë dhe kemi fituar kështu një masë të mirë nga veza dhe sheqeri, vazhdojmë të shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë që ta shtojmë vajin, vaj shtojmë në të njëjtën sasi sa kemi shtuar edhe sheqer, gjysmë gote çaj me vaj, por nëse e matni me lugë gjelle, do t'ju merr pak më tepër, diku 5 deri në 6 lugë gjelle me vaj. Vazhdojmë përzijmë edhe një herë, edhe për 2-3 minuta tjera me tel kuzhine. Tani vazhdojmë ta shtojmë miellin. Siç ju them gjithmonë, kujdes me miellin. Do t'ju them përsëri sepse masat e miellit gjithmonë ndryshojnë. Në këtë recetë, një herë do të shtojmë një gotë 250 ml plot me miell, por nëse ka nevojë, do të shtojmë edhe pak. Një herë shtojmë gotën e plot, ndërsa si fryrës do të përdorim soda bikarbona, pra jo pluhurin për pjekje, dhe do të shtojmë një lugë të vogël, një lugë çaji me soda bikarbona. E tani me dorë vazhdojmë duke përzier dhe duke formuar një brumë mesatarisht të butë. Pra siç ju thash, nëse ka nevojë, do të shtojmë edhe 1 deri në 2 lugë gjelle miell më tepër. Mielli ndryshon nga marka e miellit që po e përdorim, nga madhësia e vezës që e kemi përdorur. Unë do të shtoj vetëm edhe një lugë gjelle tjetër me miell dhe nuk do ta shtoj të gjithën, sepse brumi është pothuajse gati. Do të vazhdoj që ta nxjesh mirë dhe t'i japim formën tatlisë. Dhe ky është brumi që duhet të formoni, një brum i mirë, i lëmuar dhe mesatarisht i butë. Marrim një tepsi me madhësi mesatare dhe poshtë tepsisë shtojmë vaj dhe e përhapim mbi tërë sipërfaqen e tepsisë. Nga brumi i tatlisë do ndajmë pjesë shumë të vogla dhe do t'ju japim kështu formën rrumbullake dhe vazhdojmë i rendisim në tepsi, por këtë radhë do t'ju japim formën e një luleje. Tani me ndihmën e një rrëmuese, vazhdojmë të dekorojmë duke i bërë kështu të duken si lule. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë e përgatisim tërë brumin e mbetur të tatlisë. Pra një recetë tetë e lehtë për të gatuar, po ashtu dhe për t'ia dhënë formën, sepse nuk është fare e komplikuar, gjithçka që ju duhet është pak durim, derisa t'i bëni kështu, të gjitha në formë të vogël rrumbullake.
me gishta, i shtypim. Dhe tani me ndihmën e rëmuesës i bëjmë këto vijat. Dhe kështu duket tatlia, pasi kemi përfunduar me renditjen e të gjitha pjesëve në tepsi. Vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangruar në 200 gradë, diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Për shërbetin e kësaj tatlie, do të përdorim një gotë të madhe, 250 ml, plot me sheqer, dhe vazhdojmë që ta shtojmë në njëjin më vogël. Në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar sheqer, shtojmë edhe ujë, një gotë, 250 ml, plot me ujë, e shtojmë sipër sheqerit. Përzije mirë dhe vendosim në zjerje, në zjarr mesatar për 10 minuta. Tatlia është gati, është pjekur, sapo e kam larguar nga fura, do të lejojmë që tatlia të ftofet diku për 10 deri në 15 minuta. Po ashtu dhe shërbeti është zier, është gati, edhe shërbeti është duke u ftofur. Tani shërbetin e vakët e shtojmë sipër tatlisë së vakët. Tani lejojmë që tatlia të pushoj dhe ta tërheq shërbetin brenda, diku për afërsisht 20 deri në 30 minuta, pastaj lejojmë edhe gjysmë ore të ftofet në frigorifer, ta merr atë shijen e mirë dhe është e gatshme për ta shijuar. Si në çdo video recet, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.